gjithë i mesuam. Shkronjë, flet, më në fund e mbaruam çdo shkronjë mirë, drejt, të gjithë i mesuam. Tingulli magjit. Gëzuar jo qërshori, dikëzimi për çdo fëmijë me balona lojëra plot sot buzëqeshin pa një lojë. Dielli ndryshon në qiell blu, ne kërcej
Të dashur prindër, i nderuar drejtor, mësuese dhe musafir të nderuar, sot festojmë librin ton të parë. Sot këta fëmijë të vegjël hedhin hapin e parë drejt një bote të madhe, botës së dijes. Ftojmë drejtorin e shkollës për një fjalë rasti. Të dashur fëmijë të klasave të para, po e kthej kokën ka ju sepse i tërë ky program po bëhet për ju. Ju jeni ata që na keni të tubuar këtu, të nderuara mësuese, të respektuar prindër, e nderuar drejtoresha DK zonja Luljeta Vesela e Gutaj, mirë se keni ardhur në festën e abjetarës të klasave të para, të përgatitur nga mësueset e shkollës sonë. Sot nuk po e festojmë vetëm një libër të mbaruar. Sot po e festojmë rezultatin e një pune të gjatë që është bërë në këtë shkollë që nga muaji shtatore deri më sot. Ditën e parë kur erdhën këta fëmijë me çanta në duar, hyn me hapa të vegjël dhe hap pas hapi në mbështetje të mësueseve, në përkrahje të plot të prindërve, arritëm që sot ta kemi një festë madhështore. Pjesë e këtij suksesi të kësaj feste jeni edhe ju prindër të nderuar, të cilët me net të gjata keni ndetur afër fletoreve librave të fëmijëve tuaj që ti mbështesni që ata sot të kenë rezultate. Një falënderim të veçantë mësueseve, cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, me durim, dashuri dhe vullnet, sot festojmë festën e klasave të para. Ky është vetëm fillimi i këtyre fëmijëve. Ta sot din të shkruajnë, të lexojnë, të numrojnë, të krijojnë fjalë të shkurtra dhe fjali të shkurtra. Por ky është vetëm fillimi. Sfidat të cilat do t'i presin në ditët në vazhdim ta janë të gatshëm të përballen dhe t'i kalojnë me sukses dhe me krenari. Prandaj ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë festë të madhe. E di që është pak moti nxehtë, megjithatë festa e këtyre do të na krijojë një kusht të mirë atmosferik se ta përballojnë. Në fund dua të falenderoj edhe Abi Center dhe Abi Qashia, cilët janë përkujdesur që këta fëmijë të vegjël sot ta përfundojnë abetarin nga një ëmbëlsirë dhe një lang. Edhe njerë faleminderit fëmijëve gëzuar festën e abetarës, mësueseve suksese në festa tjera dhe gjenerata tjera. Faleminderit. Për një fjalë rasti po e ftoj drejtoreshën. Është shumë e ngarkuar me punët e saj, megjithatë ka gjetur pak kohë, cilën e falenderojmë që ka ardhur të na vizitojnë në këtë festë të madhe të fëmijëve të klasave të para. Drejtoresh. Faleminderit shumë i nderuar drejtor. Fillimisht i përshëndes miqtë e mi të vegjël, por që tani janë pak më të rritur dhe më të përgatitur për rrugën e dijes që e kanë filluar. Të nderuar prindër, të nderuara mësimdhënëse, staf mbështetës i shkollës profesional, staf teknik dhe gjithë ju të pranisha. Fëmijët janë dritë e jetës tonë dhe pa ta nuk ka kuptim asnjë ditë me fillu mëngjesin. Andaj, në çdo ditë përkushtohemi që t'ju krijojmë kushte sa më të mira, jo vetëm infrastrukturore, po dhe profesionale dhe të sigurisë që secili i juaj të ndihet i sigurt në ambientet e shkollës. Bashkarisht me drejtorin në zyrën time kam takuar përfaqësuesit e klasave të para dhe secilin nga ta ka shkëlqyer me idenë se çka do të jetë në të ardhmen. Njëri ka thënë do të jem doktor, tjetri ka thënë inxhinier dhe kështu me radhë. Dhe këto janë plotësimet të cilat na japin çdo ditë motiv punës tonë të përditshme. Andaj sot du mi falenderu përzemërsisht mësuesët të cilat vërtet me përkushtem, profesionalizëm dhe dedikim punojnë çdo ditë me fëmijët tanë që ardhmja jonë të jetë më sigurt dhe më ndritur. Urime kjo festë e abetarës, qoftë jeta juaj e ndritur dhe e bekuar me sukseset të cilat do t'ju shoqërojnë në jetë. Urime gëzuar të gjithë.
Tingulli magjit. Gëzuar jo qërshori, dikëzimi për çdo fëmijë me balona lojëra plot sot buzëqeshin pa një Dielli ndryshon në qiell blu, ne kërcejmë ti dhe unë me ngjyra vizatojmë botën, ëndrat tona fluturojnë tutje.